Si humba yndyrën e barkut në 7 ditë pa dietë dhe pas tërvitje intensive. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe ta dëgjoni artikullin deri në fund. Të gjithë kemi një veshje të dashur të hedhur diku në fund të dollapit, që është paksa e ngushtë, por ëndërrojmë që një ditë do ta veshim përsëri. Për mua, pengesa kryesore për të veshur fustanin tim të preferuar ishte barku. Po, ajo rrotull e bezdishme që më bënte të ndihesha e pasigurt. Kështu, vendosa të veproj. Në vetëm një javë, arrita të çlirohem nga fryrja dhe yndyra e tepërt e barkut, pa u futur në dieta ekstreme apo orë të gjata në palestër. Dëshironi të dini si. Le të zhytemi në strategjitë e thjeshta dhe efektive që përdora për të arritur qëllimin tim. Çfarë më shtyu të veproj? Gjithçka filloi me një ftesë të papritur nga djali i ëndrave të mia për të dalë bashk. Kisha vetëm 7 ditë për të holluar belin dhe për të veshur atë fustan që më pëlqente aq shumë. Por, përtej pamjes, ndihesha e fryrë dhe pa energji, gjë që më bënte të ndihesha keq me veten. Kështu, vendosa të bëj ndryshime jo vetëm për të bërë përshtypje, por edhe për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien time. Pas disa kërkimeve, kuptova se yndyra nuk është gjithmonë fajtore për centimetrat e tepërt rreth belit. Shpesh, fryrja dhe mbajtja e ujit janë shkaktarët kryesor. Kështu, vendosa 3 qëllime të qarta. Të zvogëloja fryrjen, të reduktoja mbajtjen e ujit dhe të rishikoja dietën dhe stilin tim të jetesës. 1. Zvogëlimi i fryrjes. Sekretet e thjeshta që funksionuan. Fryrja nuk është yndyrë, por gaz që grumbullohet në zor, duke e bërë stomakun të ndihet i tendosur dhe i rënd. Për ta luftuar, provova disa metoda natyrale dhe të lehta. Akupresura. Zbulova se masazhimi i 2 pikave specifike në trup mund të ndihmojë me fryrjen. Pika e parë gjendet 4 gishta sipër kërthizës. E masazhova për 3 minuta me lëvizje në drejtim dhe kundër krepave të orës. Kjo lehtësoi dhimbjet e stomakut dhe parandaloi formimin e gazrave. Pika e dytë, 4 gishta poshtë kërthizës, gjithashtu e masazhova për 3 minuta. Kjo stimuloi zorët dhe hoqi ndjesinë e rëndesës. Ishte një metodë e thjeshtë, por efektive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat i fuqishëm kundër fryrjes. Përgatita çaj xhenxhefili duke qëruar dhe prerë në kubik rreth 85 gram rrënjë xhenxhefili, të cilën e zjeva me 3 gota ujë. Pasi u ftoh, shtova lëng limoni dhe gjysmë luge çaj mjalt. Ky çaj jo vetëm që ndihmoi me fryrjen, por ishte edhe i shijshëm. Provova gjithashtu të ha një lugë çaj xhenxhefil të grirë para vakteve, por e gjeta pak të fortë për shijen time. Në të ardhmen, planifikoj të spërkaz xhenxhefil të bluar në ushqime. Kurkuma dhe çaji mentes. Shtova pluhur kurkume në ujë dhe smothjet e mia, si dhe piva çaj mente. Të dyja këto ndihmuan në lehtësimin e fryrjes dhe përmirësuan tretjen. 2. Eliminimi i peshës së ujit. Si e çlirova trupin tim nga lëngjet e tepërta. Përveç fryrjes, kuptova se mbajtja e ujit po kontribuonte në ndjesinë time të rëndesës. Ja çfarë bëra për ta trajtuar. Reduktimi i kripës. Kripa përmban natrium, i cili bën që trupi të mbajë më shumë ujë. Ndërpreva përdorimin e kripës në ushqime dhe shmanga ushqimet e përpunuara të pasura me natrium. Ky ndryshim i vogël bëri një ndryshim të madh. Ushqimet të pasura me kalium. Kaliumi ndihmon në balancimin e niveleve të natriumit dhe rrit prodhimin e urinës, duke eliminuar lëngjet e tepërta. Shtova në dietën time domate, banane, spinaq, avokado, panxar dhe ujë kokosi. Këto ushqime u bën aleatët e mi të rinj. Çaji i luleradhiqes. Provova çajin e luleradhiqes, një diuretik natyral që ndihmon në largimin e lëngjeve të tepërta. Ishte efektiv, por më bëri të shkoja shpesh në tualet, prandaj i gati nëse vendos ta provosh. Reduktimi i karbohidrateve. Karbohidratet e rafinuara rrisin nivelet e insulinës, e cila bën që trupi të mbajë më shumë natrium dhe ujë. Reduktova sheqerin e përpunuar, ëmbëlsuesit, ëmbëlsirat, çokoladën dhe dritherat e rafinuara. Edhe pse ky hap ishte sfidues, nuk ndihesha sikur isha në dietë strikte. Pirja e më shumë ujit. Ironikisht, sa më pak ujë të pish, aq më shumë lëngje mban trupi. Sigurohesha të pija mjaftueshëm ujë çdo ditë,
gjë që ndihmojnë në largimin e lëngjeve të tepërta. 3. Ndryshimet në stilin e jetesës dhe dietën time. Edhe pse nuk kisha një dietë të tmerrshme para eksperimentit, kuptova se disa ndryshime të vogla mund të bënin një ndryshim të madh. Zëvendësimi i karbohidrateve me proteina. Zëvendësova karbohidratet e rafinuara me ushqime të pasura me proteina si arrat, peshku, produktet e qumshtit dhe mishi. Këto ushqime jo vetëm që ishin të shijshme, por më bënin të ndihesha më e lehtë dhe plot energji. Porcione më të vogla, vakte më të shpeshta. Në vend të 3 vakteve të mëdha, haja 6 vakte të vogla gjatë ditës. Kjo më mbante të ngopur pa ndjesinë e rëndesës. Heqja dorë nga pijet me gaz dhe të ëmbëlsuara. Pijet me gaz dhe ato të ëmbëlsuara mund të rrisin fryrjen. I eliminoja plotësisht dhe fillova të bëja pije të shëndetshme në shtëpi. Disa receta të preferuara përfshin: pije me agrume, përzije gjysmë gote sheg, gjysmë gote grapefruit, një maj krip dhe një lugë çaji mjalt në blender. Është freskuese dhe ndihmon në dobësim. Pije me ujë kokosi. Kombino 1/4 e gotës ananas, 1 gotë ujë kokosi, gjysmë lugë çaj farat e finokut të bluar dhe pak krip të zezë. Shto akull për një pije të freskët. Lëng selinoje. Përzije gjysmë gote selino me 1 gotë ujë. Shto gjysmë lugë çaj uthull molle dhe një maj piper të zi të bluar. Më shumë lëvizje. Bëra ndryshime të vogla në rutinën time për të qenë më aktive. Merja shkallët në vend të ashensorit. Parkoja më larg destinacionit dhe bëja shëtitje të shkurtra 15-30 minuta në mbrëmje. Këto ndryshime të vogla ndihmuan pa pasur nevojë për palestër. Vakumi abdominal. Provova një ushtrim të thjeshtë të quajtur vakum abdominal. U ula në gjunjë, mora frymë thellë duke relaksuar muskujt e barkut, dhe kur nxora frymën, shtrëngova muskujt për 20-30 sekonda. E bëra për 5 minuta në ditë dhe pash rezultate të dukshme. Rezultatet dhe ndikimi afatgjatë. Pas një jave, fustani im i preferuar më shkoi për mrekulli dhe mora shumë komplimente nga djali që më ftoi të dilja. Por ajo që filloi si një eksperiment një javor u kthye në një ndryshim të përhershëm në stilin tim të jetesës. Tani ndihem më energjike, më e lehtë dhe më e shëndetshme. Këto ndryshime të thjeshta jo vetëm që përmirësuan pamjen time, por edhe më bën të ndihem më mirë nga brenda. Nëse edhe ti po lufton me fryrjen, peshën e tepër të ujit ose mungesën e energjisë, provo këto strategji. Nuk ke nevojë për dieta ekstreme apo stërvitje intensive për të parë rezultate. Me disa ndryshime të vogla dhe të qëndrueshme, mund të arrish qëllimet e tua dhe të ndihesh më mirë me veten.